Qytetarët ankohen se për shkak të pagave të ulta dhe çmimeve të larta nuk mund të shkojnë në pushim. Ata thonë se me këtë standard një pushim në vendet turistike është pothuajse i pamundur. Megjithatë, ka dhe të tillë që thonë se me kursime të majme mund edhe të harihet, edhe pse shkurt kohë dhe jo në vende luks. Fikoni të shkoni në pushim si vjet? Jo. Pse? Më rënjët. Nuk më rënjët. S'ka pare. Pensionerët, qash kemi pensionerë. A mendoni se është standardi shumë i lartë për krahasim me pagat që i marrin njerëzit? Standardi është astronomik. Astronomik. Aq i lartë sa që populli e di. S'ka pare. Dali planirate da idete na odmor? Planiramo. Zašto da ne, pa planiramo. Kade? Grcia, se zna. Preko agenciji ili samo Ne, sam. Sami si idemo. Kakvi se cenite i da li ne odgovara so našите plati i našoj standard? Pa visoki. Ne odgovara, ama zato će štediš malko, pa će si odiš. A koliko planirate da sedete tamo? 7 dana najviše. I tako. Например, ако сеќавате минатите години, пред 10-15 години, дали беа цените по-ниски и... Много по-ниски. Много. Сега е много скупо. Pa će vidimo. Zdravje. Pa unë si moshuar nuk planifikoj. Plus edhe jetoj vetë, shoqen nuk e kam. Me shoqen kam qenë gjithmonë. Me pagat varësisht. Por këtë ankohen, por përsëri shkojnë përsëri në pushim. A këtë ankohen. A pushimet nuk i lam, darsmat nuk i lam. Do thotë se të kush ka, të kush s'ka, po tepër të prica ka. Si qytetarët janë më të rezervuar për pushime, e thonë edhe nga agjencionet turistike. Megjithatë, nga kompania Euroturist thonë se pas një stagnimi në muajin mars, rezervimet për pushime kanë vijuar si çdo vit tjetër. Ata thonë se ka qytetarë që pyesin për çmime dhe ju duket shumë e lartë dhe tërhiqen. Megjithatë, thonë se ka dhe të vendosur që vijojnë me pagesat dhe e shijojnë pushimin. Këtë vit, rezervimet për verën 2026 kanë filluar që në fund të vitit 2025. Për shkak të krizës pat një stop të rezervimeve, dhe me thënë në muajin mars, po pastaj filloi rregullisht filloi dhe rezervimet janë të larta. Zakonisht kërkesa më e madhe është për në Antali, pasi çmimet janë paket dhe këtë vit janë çmimet pak më të arsyeshme krahasim me vite tjera, domethënë. Kemi edhe paketa për në Hurghada, për në Tunis, hotele për në Shqipëri, Greqi, por këto janë më pak të kërkuara për shkak të çmimeve të larta. Është një kategori që pyesin për çmime, por ju duken të larta, edhe pse fillojnë prej 300 euro në person paketë, domethënë. Kemi edhe klientë që kanë bërë rezervime në Shqipëri dhe kur kërkojnë çmime për në Antali, anullojnë ato në Shqipëri dhe i bëjnë për në Turqi, domethënë. Sipas tyre, Antalija e Turqisë mbetet një nga destinacionet më të pëlqyera të tetovarëve për shkak të çmimeve të ulta dhe paketës së plotë të shërbimeve që i ofrojnë hotelet atje. Këtë vit më shumë shikojnë çmimin të jetë mesatar, domethënë, pak luksit i kanë hikur, është një kategori tjetër që kërkojnë luks, ama më shumë kërkojnë çmime mesatar, domethënë. Aktualisht në Ballkan destinacionet më të kërkuara mbeten Bregdeti i Turqisë, Greqisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Antalija vazhdon të jetë një ndër zgjedhjet më të preferuara të familjeve nga Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Shqipëria, kryesisht për shkak të paketave all inclusive, të cilat u lejojnë pushuesve të planifikojnë më lehtë shpenzimet. Sa i përket kostos, një familje me 4 anëtar për një pushim 7 ditor në Antalya mund të shpenzojë rreth 1.700 deri në 3.000 euro, varësisht nga hoteli, periudha dhe niveli i shërbimeve. Por destinacionet më të afërta si Shqipëria ose Mali i Zi, kostja mund të jetë më e ulët, por gjatë pikut të sezonit edhe atje çmimet janë rritur ndjeshëm. Standardi jetësor mbetet faktori kryesor që përcakton nëse qytetarët do të mund të kalojnë disa ditë pushimi pranë detit apo do të detyrohen të shtyjnë atë për një kohë tjetër.